dhe matoshin e kemi këtu e gjithë këtu. Pika shkurta të shpjegoj aktgjykimin e 2014-s. Aktgjykimi i 2014-s ka qenë se deputetët në aspektin kushtetues ligjor janë të detyrueshëm me nejtë në parlament. Gjithë? Po, me nejtë edhe me votu, jo për kënd, po me votu për, kundër edhe abstenim. A është detyrimisht kjo? Detyrimisht është. Kjo është detyrimisht. Jo për dikon, me qatë detyruar për një person me votu. Pa kanë drejtë mos marrin pjesë? Nuk kanë drejtë marrin pjesë sepse, domethënë, kushtetuta i obligon me kriju institucionet. Kjo shkon në mënyrë paraprake duke organizuar përmes partive politike, demokracia është përmes partive politike krijohet pushteti i cili e vën në lëvizje shtetin. Pa pushtet shteti nuk lëviz. Kështu që kjo është problemi. Këto situata që po ndodhin tash janë pa precedencë, që s'ka ndodhur asnjëherë nga përvoja ime parlamentare, praktikat parlamentare dhe teoria parlamentare asnjëherë s'ka ndodhur. Kjo është rasti i parë. Atëherë po shkojmë tek pyetja në këtë moment, kur nuk janë duke marrë pjesë që të gjithë, edhe kur votat janë, kush po e mban peng kuvendin sipas juve zotë kryesor? Nëse kjo shkon në bazë të përgjegjësisë juridike edhe politike, po ashtu edhe kushtetuese. Përgjegjësinë më të madhe e ka partia më e madhe, respektivisht vetëvendosja. Edhe këta tjerë kanë përgjegjësi, por përgjegjësinë e kanë më të vogël. Ka përgjegjësi kushtetuese, vetëvendosja që të krijojë institucionet. Institucioni më i rëndësishëm ose vendi i madh është parlamenti, sepse na jemi republikë parlamentare e pastër, të cilën parlamenti edhe zgjedh edhe qeverinë edhe kryetarin e shtetit. Kështu që është një institucion fundamental në të cilën partitë politike duhet me qenë shumë serioze. Mos me lënë Kosovën pa pushtet. Për ndryshe është një vakum. Kjo mund ta them në thojza, është një farë lloj situate në kom, domethënë në shprehjen